I pari njeri që nuk duhet me pas nga vetës, edhe mos me bashkëpunu me ta, edhe mos me nejt me ta, është njeriu që është el hasud, njeriu që është shumë xheloz. Ai nuk mundet njëtën e vetë me shenë rahat, mas pari me caktimin dhe determinimin e Zotit. Ai mundet me qenë edhe besimtar, edhe me pretendu se është i mirë po e ka atë smundje shpirtërore dhe çdo sen i mirë tek të tjerët që arrin mbi të, atina i pengon. Nëse ti ke qenë shok shkolle me te, dhe ti ke mujt një vit apo 2 vite ma shumë shkollë me i kryesaj, ai nuk dënë mo. Ai është xheloz. Nëse pasurin biznesin e keni nis bashkë, po të është ti ke ecë pak ma nalt, të ka dhonë Zoti bereqet, ke qenë punëtor i mirë, e ke dhonë sadakan, e ke dhonë zekatin, i ke trajtu punëtorët mirë edhe Allahut ka ngrit. Ta është ky xhelozi nuk mundet me përballuar. Një njeri tjetër që nuk është mirë me pas nga vetës, është një njeri i cili nuk e pranon mendimin ndryshe, veç veten e vetë e pranon. Ndash fol për fe, ndash fol për shkencë, ndash fol për kulturë, ndash fol për histori, ndash fol për gjeografi, ndash fol për shkenca sociale, ndash fol për politikë, ndash për sport, ndash për art. Absolutisht një mendim tjetër se merr. Persona të tjerë që nuk të bojnë mirë me i pas afër vetës, edhe me u shoqënu me ta, janë persona të cilët janë ankues, janë me ankesat mëdhaja, ata si të shohen me bismillah, nëse thojnë bismillah, me në gjest, i bojnë vrejtje Zotit, ku, pse kjo kosët këtë dilë, kështu kur na jena me 24 orë, po hani dhe punë të Zotit, pa dhe punë të Zotit, po tash borët ashtë me kom, po ajtë mërë më su përzim punë të Zotit, ajtë përzihet, po tash me bonë mbrëmi me lëshu borën Zotit, ajtë thëtë, që në ndrojmë e kështu para dite ke me dilë mbrëmi e kështu. Ankohet në familje, ankohet shoqni, ankohet në shtet. Atim të në shoqnin tonë, inshallah si kemas në familje tona, janë ata të cilët rrejnë shumë. Si t'ja nisaj, s'po më me thonë me bismillah, se me bismillah njëris, rrejnë, po si t'ja nisë në mëngjes, me të folë, habit është te, a je turnua këtë ven, e me këtë njëre, me këtë popull, apo je turnua. Rrejnë nevoje pa nevoje, se ka njerë një dhe pitutës rrejnë. Për shembull hajnin me zonë policia i rrethët për buk e kum pas. Po çish për buk të e theve ato dyqanin ku shitet ari dhe argjendi, pse se theve që aty një furme marr një buk 30 cent, po për buk e kum pas. Ta, e ke po rran edhe për ty shembull pa nevojë që rrin me ty edhe thot vallai nejtë për shembull me presidenten, hoj të bani selam për shëndeti. Ku morën bani mu selamun e kur një tema ato live se kum pa. Ose rrin me një figurë publike, të përshëndet edhe ty ke shumë respekt madh për ty. Ai njëri pa mjoft keq për shemb. Ose